Dy oficerë policie janë ndaluar këtë të mërkur pas atentatit të ndodhur një ditë më parë të martën në Rinas, ku mbeti i vrarë Gilman Dodani dhe u plagos efektivi AMP-s Muçi Shaljani. Bëhet fjalë për një efektiv të komisariatit numër 3 në Tiranë dhe një polici të zonës, nën komisari Bruno Cara, me detyrë specialist për hetimin e krimeve, dhe inspektor Ashim Zajmi, me detyrë nën specialist i policimit në komunitet, janë të dyshuar për kryerjen e veprave penale, falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve dhe shpërdërimi i detyrës. Ata dyshohet se kanë favorizuar të plagosurin Shaljani që të bëhej pjesë e AMP-s, ku në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë përpjeluar vërtetimin e besueshmërisë për Muçi Shaljanin. Ky i fundit ishte që prej shtatorit punonjës i agjencisë mbikëqyrjes policore. Muçi Shaljani, efektivi i AMP-s, ishte shofer në makinën ku udhëtonte viktima Gilman Dodani, i cili raprei një atentati në Rinas. Shaljani, edhe pse ishte i punësuar në AMP, nuk rezulton të ketë certifikat sigurie.